duhet të shtoj se intervista e zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj ishte autopsia më e thellë e vjedhjeve dhe korrupsionit të Edi Ramës me dosje, me dokumenta dhe me fakte. A mund të imagjinoni ju Durana, zona teknologjike e Durrësit, de facto territor komplet i troplinëve, të cilët me agasin kanë kontrolluar dhe kanë patur në kontroll çdo të dhanë të këtij shteti, nga dosjet më sekrete të prokurorive, gjykatave, shërbimit të fshehtë, tek çdo lloj e dhanë tjetër. Durana e Edi Ramës, metroplinët. Ato dosje janë një akt akuzë me randa edhe për sistemin e kapur të drejtësisë. Sa herë është denoncuar dosja e Porto Romanos, e parkut, ekoparkut në Durrës, me dhjetra, në mos qindra herë, me dokumenta, me çdo gjë. Asgjë nuk ndodh. Pse? Se është direkt Rama dhe thjeshtat implikuar direkt në te. E njohur kjo. €15.000 kamera policit. Ju garantoj që kush në botë në asnjë vend nuk e vendosin policit €15.000 kamera. Po është një lloj si historia e kapelës policit. Polici suedez, kapelja e tij €15. Kapelja e policit shqiptar €320 me plarentin që kalon nga një studion tjetër një hajdut i shpifur, por që ka nda para me Ramën, s'ka diskutim. Të gjitha këto ka një konkluzion. Është populli dhe vetëm populli ai që duhet t'i japë Edi Ramës ndërshkimin e merituar, largimin e tij 1 minutë e më parë nga pushteti. Dje, po në këtë kuadër, zhvilluam një takim, ose thirrëm një takim jashtëzakonisht rëndësishëm me shoqërinë civile dhe forca politike. Në emër tuaj, unë u shpreh edhe një herë mirënjohjen më thellë të gjithë atyre personaliteteve të fushave të ndryshme, të cilët pavarësisht nga, të themi, pavarësia e tyre në kuptimin politik, pa ndonjë afilacion partjak, por erdhën aty se të gjithë ata janë kundër të keqes që përjeton vendi. Aty pra u bashkuam në atë forum kundër një të keqe të përbashkët, dhe aty erdhen të gjithë ata të cilët besojnë se Edi Rama është e keqja më e madhe e këtij vendi. Ishte një akt i guximshëm qytetar i tyre, i përgjegjshëm,
dhe unë i siguroj se ne do bëjmë gjithçka për të vazhduar me ta dialogun, për të dëgjuar zërin e tyre, këshillën e tyre, mendimin e tyre dhe për të vepruar bashkërisht kundër kësaj të keqje. Ftoj të tjerë individ, organizata, forca politike të tjera që nuk ishin dje aty, të bashkohen me këtë front, si rruga më e sigurt për të luftuar kundër kësaj të keqje. Nuk ka synim ky front dominimin e një partia apo të një tjetre. Ka synim krijimin e një forumi, një frontit përbashkët, një fryme të gjerë, për të larguar nga pushteti një minutë më parë këtë regjim që e meriton vetëm një cilësim kakistokraci, grekt e lashtë quhenin të tillë më të keqin e regjimeve. Edhe ky kështu është. Diskutimet shumëta u zhvilluan, mendimet të çmuara u shprehen. Ne do vazhdojmë përpjekjen tonë për institucionalizimin e këtij forumi, kësaj aleance, ta quajmë si të bijem dakord. Urojmë dhe shpresojmë që kjo të shtrihet edhe në rrethe, në qarqe, në mënyrë që një përpjekje e madhe të bëhet mbar shqiptare kundër këtij regjimi. Është diskutuar dhe mendohem që tjetë kryesia, sepse domosdoshmëria e protestave, koha për protest në fakt ka kaluar, duhet përcaktojmë datën e protestës së ardhshme, duke theksuar dhe njëherë rruga e vetme, se gjërat nuk duhet jemi shumë të ndershëm të kthjellët. Rruga e vetme për largimin e kësaj qeverie është kalimi në protestë të vazhdueshme. Çdo në vlerësimin tim, variantet tjera janë iluzive. Në qoftë se ne presim ose besojmë se Edi Rama do ta marrin dosjet dhe krimet e tij me vete, ne gabohemi, edhe nuk duhet gabohemi. Edi Rama do keq përdor të gjithë pushtetin për të mbrojtur. Në qoftë se ne presim që ai të bëhet përgjegjës nga drejtësia të themi e Shteteve të Bashkuara që ka motiv të plot, qoftë me dosjen e Bilalit, qoftë me dosjen e Megonigalit. Përsëri ne nuk jemi realist, mbasi ky proces dhe ky problem është i komplikuar, nuk është i problem i thjesht. Por ata që duhet t'i përvishen Edi Ramës, duhet t'jenë qytetarët shqiptarë. Kjo duhet të kemi një dialog. Mendoj unë se zhvillimet janë pozitive. Në krahun e opozitës, zhvillime janë 7 rezoluta që damkosin Edi Ramën një lloj sa Maduron. A ju kujtohet, në San Paulo, pika e parë rendi 2 Venezuela, pika e dytë rendi 2 Shqipëria, për ngjashmëritë që ka Ramaduro me Maduron. Kështu që duhet pra këto zhvillime pozitive dhe kam bindjes edhe partnerët tanë, kudo,
nga këto zhvillime do të arrijnë në konkluzione të drejta për rrezikshmërinë e madhe që paraqet Edi Rama në pushtet. Ngjarjet e Akshit nuk janë të regjistruara në historinë e Europës. Ndërmarrje shtetërore që merr peng për tendra. Kjo te i kalon çdo lloj ndërmarrje shtetërore. Merr peng se tendrat duhet i fitoj Bazhanaku. Ndërmarrje shtetërore ku tendrat i dikton Linda e Surrelit me linden e Akshit. Ndërmarrje shtetërore ku qindra milion vidhen pa asnjë, me zero investim, me zero blerje, zero shitje, zero import dhe transferim i të gjitha shumave në llogarinë. Ndërmarrje shtetërore që të gjitha të dhënat i eksporton në akt kriminal tek armiqtë e Shqipërisë, armiqtë e NATO-s, duke vendosur në pozitat më kyçe njerëz të tyre. Këtu nuk ekziston asnjë mekanizëm i sigurisë kombëtare, por kjo ngjitet, e Akshit ngjitet në nivelin e tradhtisë së lartë kombëtare. Personi i emëruar në sibersekuritetin e ministrisë është person me lidhje jashtëzakonisht të dyshimta. Dhe emëruar nga Ergyll Sagasi, njeriu që shoqëronte Ramën në Davos, njeriu që festonte e stërfestonte me Ramën sa në vilën e Gjushit, aq dhe në vilën e tij. Nuk ka, dhe këto tani janë publike. Këto janë publike, fatmirësisht këto janë të njohura, sepse dishmitarët e marrur pengi kanë dëshmuar këto. Pra, gjithçka është në favor të opozitës. Gjithçka është premtuese për opozitën. Opozita duhet të ngrihet e betuar që do ta largojë nga pushteti. Dhe unë kam shumë besim që këtë mision do ta përmbushim me sukses. Faleminderit.